Unë nuk pajtona se populli shqiptar, pjesa dërmuese janë ashtu sikur disa mundohen kështu me na apostrofu se jemi të këqi. Unë kam një ide kështu, historikisht, domethënë prej kur është kriju Ademi alayhis salam, dhe kretë popujt që kanë jetuar deri sot, edhe deri në ditën e Kiametit që do të jetojnë. E keqja është pak, edhe gjithmonë e mira është shumë. Se po të kishte qenë e keqja shumë, e mira pak, atëherë bim ndesh me ligjet e Zotit. Po ku është dallimi? Pse na duket neve se të këqit janë shumë? Problemi është se ata pak që janë më të zhurmshëm. Ata më shumë bëjnë zhurmë. Kurse këta që janë të mirë, duke u mjaftuar me një farë mënyre mjaftohen që janë të mirë edhe nuk bëjnë propagandë për të mirën. Kurse këta janë pak, por bëjnë propagandë për të keqen. Edhe na duket sikurse e keqja ka marrë hof, edhe shumica e popullit tonë janë këqij, janë destruktiv, janë të pavishëm, nuk është realitet kjo. Dhe këtë mund ta dëshmoj me një shembull shumë thjesht. Me siguri e ki ndonjë fëmijë në shkollë apo? Po. Atë ka ndodhur ndonjëherë me kaluar rreth klasave, edhe me ndi zhurmë. Po. Zakonisht në për klase janë 25 nxënës, 30 nxënës, kushtimisht me ta. Po. Nëse nuk e hap derën edhe ndin zhurmën, ti duket sikurse krejt nxënës bëjnë zhurmë. Apo? Po. Duket ashtu. Shumë vërtet. Por realisht janë 2-3 nxënës që bëjnë zhurmë. Kurse 25 tjerë janë krejt në për vendet e veta. Bon këtë tyre. Domethënë deri në momentin që nuk e hap derën, domethënë ti duket se krejt janë të bëjnë zhurmë. Po kur e hap derën e shef se veç 2-3 nxënës. Domethënë ata 2-3 problematika, ata bëjnë zhurmë, edhe duket ti sikurse këtë janë të bëjnë zhurmë. E njëjta është edhe në popullin tonë. Këta media që bëjnë zhurmë shumë, janë të zhurmë shumë për ta propaganduar të keqen. Edhe me një farë mënyre, kjo krijon një farë mendësie të njerëzit që i përcjellin këto emisione, dhe i fusin me një farë depresioni, me një farë mendimi të keq, me një farë vakumi që ata i detyron të bëhen destruktiv, se ja që tash gjithë janë të këqij, gjithë janë kështu, domethënë se ata vetëm e promovojnë të keqen. Nuk promovojnë diçka me vlerë për ta motivuar popullin tonë. Edhe krejt natë që i shohim këto emisione, domethënë s'po flas për krejt, ata që dinë me selektu dhe që dinë me reduktu, ata nuk ndikohen për kësaj. Mirë po foli për shumicën që janë me një natyrshmëri të pastër. Ata ndikohen për kësaj.